Ky është kampionati i protestave. Se ka protesta shumë bukur. Është kampionati i protestave shumë bukur. Kjo është tendenca më e mirë që ka kampionati. Është shumë bukur kampionati, ka protestë, ka lëvizje brenda. Kaq për ulës sa kanë qenë, nuk janë më. Tirana bëri 2 herë që u ngujuan vot. Ajo tjetra Ignati apo shpërthen. Të thotë Ignatja, këtu ndeshjet janë të bëra, të mbaruara gjërat, ka dalë 2 herë kampion. Ka prish rregullin e shumë gjërave, edhe prapë ta thot këtë, imagjino se çfarë ndodh. Thua ti Gzim. Tani unë për uljen e shoh ekstreme. Për uljen? Edhe unë ti thua që vetë ata që flasin janë të kurdisur të tjerë. Jo, nuk janë kurdisur, është deklaratë e kurdisur. Turpshme janë të vogla, Ai ka bërë të protestë dhe ka fut kokën diku me ai EST ka i për 24 orë ajo gjë zëre. Manush ti morë tan protesta vërtet është ju tani flisni. Pse pyetet tan stokën? Për Partizanin, rebeli më i madh i kampionatit, ku është sot? Po gjithmonë Partizani, jo Tansoka. Tansoka është Partizani. Partizani ku është sot? Unë s'po bëj diferencë. Partizani nuk është rebel më. Unë s'po bëj diferencë. Çfarë ka? Pse është kështu? Unë s'po bëj diferencë. Partizani e tremtë sistemin. Unë Partizani konsideroj klub autoritar edhe nuk është më ai që ka qenë. Po s'është më. Problemi është që unë ke gjithë klubet e futbollit shoh një tulatje, një porulsi e frikshme afër neveris, në kuptimin që këta pranojnë çdo lloj pjatë çorp që i serviret dhe tregon që kanë një varfëri në menaxhim, varfëri në financa, në arka, në çdo gjë dhe dikush i ka thënë që rini aty dhe merrni frikë. Nuk është kjo, Manush, nuk është kjo përcaktuese. Varfëri në arka. Varfëria më e madhe tek ne nuk është varfëria ekonomike, është varfëria morale.